Në kantire të shumta që po zhvillohen aktualisht në qytetin bregdetar të Vlorës vret një fenomen që po kthehet në shqetësim për sektorin e ndërtimit, mungesa e fuqisë punëtore të re. Punëtorët që mbajnë mbi supe zhvillimin e projekteve publike janë gjithnjë më shumë në moshë të thyer, me një mesatare që varion nga 50 deri 60 vjeç. Sipas pamjeve dhe vëzhgimit në terren të televizionit 6+1 Vlora, në çdo kantir ndërtimi dominojnë punëtorët që ndodhen në prag të moshës së pensionit. Shumica prej tyre vijnë nga rrethet apo zona rurale përreth për të siguruar të ardhurat e nevojshme, ndërsa të rinjt vendas janë pothuajse të padukshëm në këtë sektor. Një nga arsyet kryesore për këtë situatë është emigracioni masiv i të rinjve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ku kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Kjo ka bërë që tregu lokal i punës të mbetet bosh, duke detyruar kompanitë ndërtuese të punësojnë persona në moshë të madhe, të cilët shpesh kanë mbi 3 dekada përvojë në këtë sektor. Nga ana tjetër, të rinjt që kanë mbetur në vend e konsiderojnë ndërtimin si një punë të rëndë fizike dhe jo të rreqëse. Kështu ndërtimi ka humbur gradualisht statusin e një profesioni që ofron stabilitet ekonomik, duke lënë sektorin në një krizë të qartë të fuqisë punëtore. Kjo mungesë e punëtorëve të rinj po ndikon drejt për drejt në ecurinë e projekteve. Shumë kompani raportojnë edhe vonesa në afatet e punimeve dhe rritje të kostove, pasi kërkesa për punëtorë është më e lartë se oferta. Nga ana tjetër, ekspertët paralajmërojnë se nëse kjo tendencë vazhdon, ndërtimi në Vlorë mund të përballet me vështirësi serioze në përmbushjen e projekteve publike që janë në zhvillim. Fenomeni i plakjes së fuqisë punëtore në ndërtim është tashmë një tregues i qartë i boshllokut që po krijohet në tregun e punës. Po ashtu kërkohen politika konkrete që të nxisin të rinjt të afrohen me profesionet e ndërtimit përmes shkollave profesionale, trajnimeve dhe kushteve më të sigurta të punës. Përndryshe, në kantiret e Vlorës dhe jo vetëm, do të vazhdojmë të shohim punëtor me thinja të bardha që mbajnë mbi shpinë themelet e projekteve moderne të qytetit.